Këtë ditur se është dhe në proces penal, vazhdon pozicionin e tij politik, ashtu do vepronja dhe unë, ashtu do t'i thosha dhe unë si kur t'isha avokati, që do të del në politik për treguar që unë jam akoma i njohur në opinionin tim publik për atë që do ndodhi në lidhje me procesin e tij penal. Shumë e saktë, s'kam ndonjë gjë, unë jam avokat. Po për te i ligjit avokat, çfarë do ndryshoj kjo në procesin e tij gjyqësor? Nuk ndryshon asnjë gjë se e ka spaku. Po mira, i bën përpjekjet e tij, ne nuk mund të ndalojmë përpjekjet. Do atëre për të sqaruar. Një individ, për mos merremi me emra, një individ i caktuar i cili ka akses të madh në opinionin publik, kudo që të jetë, në çdo vend evropian demokratik, po ka filluar procesi penal, ai natyrisht që do të drejtohet për krahasjet vet në opinionin publik. Së gjë e vogël ajo. Kjo po ndodh në Shqipëri dhe është brenda normës dhe s'ka asnjë gjë antiligjore. Sa pastaj do të përkrahej opinioni publik në lidhje me këtë çështje në zgjedhjet e reja, ajo nuk e dim. Por që gjasat duket që nuk do të jenë masive për shkak edhe të votimit të bërë si kandidat, që ka marrë shumë pak. Shumë pak, në rregull. Ato janë fakte. Po e kemi thënë që në demokraci fuqia është shifra. Po, numëri është. Numëri, nuk diskutohet. Sa e ke përqindjen? Në këtë kontekst e a menjanon mundësinë edhe partive të reja për të fuqizuar më tepër në procesin e ardhshëm zgjedhor për shembull 2027 lokale? Ne do të jemi të saktë se ju lutem. E gjithë politika perëndimore është bipolare. Edhe këtu politika është bipolare, dy parti janë. PS-ja dhe PD-ja. Nuk mund të fantazojmë kot se ju japim njerëzve një pasqartësi. Nuk ndron me dy pole. Bipolariteti nuk ndron në demokraci. Që nga Anglia e deri në Shqipëri. Dy partit e mëdha. Dhe këto janë dy partit e mëdha. Se cila fiton nga ato dhe sa fiton nga ato, pastaj kjo është një çështje që do diskutohet gjithmonë. Por Partia Socialiste po shkon gjatë në pushtet. Dhe pyetja është, manipulon votat? Jo. Po çfarë ka ndodhur? I kanë rënë Kredua, i kanë rënë ato përqindjet Saliut. Nuk është mirë, ke parë sondazhet. Pra, po ajo është çështja e Partisë Demokratike, nuk është çështja jonë. Ne vetëm e konstatojmë. Po ata mund të kenë program, mund të kenë një lëvizje të re, si parti po flas, që të rigrupohen, është çështja e tyre. Ne po flasim për faktin. Të ardhmen nuk e dim. Faktin, ky gjykimi im në çdo bisedë. Unë flas për faktin. Fakti është ky që ju thash. Se si do eci, se si do vej, ata nuk e dim, sepse lëvizjet politike janë sekrete. Ne flasim për gjendjen aktuale, që socialistët janë shumë përpara. Por, a do vazhdoj kështu? Kjo është pikë vetëm për të parë, po. Vetëm për të parë. A ekziston mundësia që të ketë përçarje edhe në Partinë Socialiste, njëjtë si Partinë Demokratike ose klanet që quhen sot? Nga ka ardhur Partia Socialiste, di origjinën? Po, sigurisht. Kur nuk kanë ata. Deri tani nuk kanë pasur. Dhe e kanë vlerë ato, nuk e kanë anti-vlerë. Pse? Se ajo ka qenë partia e kryetarit. Tani, edhe Saliu, ande janoj, nga kjo eksperiencë që u bë e mori PD-n dhe e bëri partit kryetarit. Por është çështja që kryetari këtyre nuk është absolut dhe mund të lëvizi. Flas për PS-n, se ka lëvizur, ju e dini. Kurse ky jo. Këtë nuk e kemi në dorë, këtë e ka në dorë Partia Demokratike, dhe unë me sa kam parë, Partia Demokratike e pranon si lider. Do më thënë, në sasinë e vetë, e pranon si lider. Berishën. Por, a ka mundësi këtë vinë pushtet? Unë them jo. Do thua është ti e ke fantazi? Jo. Sondazhet që më kanë ardhur mua nga këta që i bëjnë, janë ende mbrapa.
Me diferencë. Me diferencë, po.